Patëm një takim emergjent, më do thoja, me institucionet, Ministrinë e Infrastrukturës, Ministrin e Ekonomisë, Kryetarin e Bashkisë. Ne kishim dërguar realisht disa kërkesa dhe plani subvencionit ishte në formë më të lartë, duke qenë se edhe kostot ishin më të mëdha, por nga ajo që na thanë edhe ato nga studimet që kanë bërë, kishin menduar që do të ishte 50 lekë për litër, në fakt, pa parashikuar kostot e tjera dhe pa parashikuar kërkesat e tjera ekonomike të operatorëve. Kjo nuk ishte në fakt nivelin e kërkuar, jo për të përfituar ekonomikisht, por për të përballuar krizën. Megjithatë, kjo tentativë për të dhënë një zgjidhje, ne përqafome një herë dhe edhe pse ishte në fazë premtimi, nuk ishte vendim përfundimtar, ne njoftuam gjithë operatorët automatikisht të nxjerrin gjithë flotën e mjeteve në rrugë, duke për të zbehur këtë situatë kaotike me katë njerëz në mirëbesime sipër, pra nuk ka një vendim. Nuk ka një vendim konkret, besoj siç na u premtua se nuk mendojmë ne që do të gënjehemi tani nga institucionet, për një javë do të zbardhet vendimi dhe do të vihet në zbatim. Është një vendim i cili i ndihmon operatorin në të moment, do të ketë një takim tjetër për të diskutuar në fakt edhe çështjet e tjera që kemi parashtruar që janë më afatgjata dhe janë kërkesa që kemi bërë her pas here dhe më herët, është të vëshën shitja akciza apo taksa qarkullimit, që duke u bashkuar këto komponent, transporti publik mund të funksionojë, mund të ketë mundësi edhe për të përmirësuar flotën e mjeteve,